horoskopi ditor për datën 23 korrik 2025 për të gjitha shenjat, me dashuri, para, punë, shëndet, ritual dhe dieta. Përshëndetje të dashur miq. Mirë se vini në horoskopin dhe këshillat tona të përditshme, aty ku diet takohen me kujdesin për veten. Sot do të zbulojmë së bashku se çfarë kanë planetet për të thënë për dashurinë, punën, shëndetin dhe dietën për çdo shenjë. Merrni frymthell, relaksohuni dhe përgatituni për një ditë të mbushur me energji pozitive dhe këshilla të vlefshme që mund t'ju ndryshojnë humorin dhe trupin për mirë. Sepse kujdesi për shpirtin fillon me fjalët e duhura dhe për trupin me ushqimin e duhur. Energjia e ditës, hëna në virgjëresh, favorizon pastërtinë trupore, ushqimin e shëndetshëm dhe rutinat që përmirësojnë mirëqenien. Ideale për të kujdesur për trupin dhe për të rregulluar zakonet ushqimore. Dita sjell vetbesim, dëshirë për të ndriçuar dhe për të marrë vendime të mëdha. Dashuria, një takim i papritur mund të ndezë pasione të forta. Puna, sot është dita për të dalë në pah me një ide të guximshme. Paratë, kujdes me shpenzimet impulsive. Shëndeti, aktiviteti fizik të ndihmon të shkarkosh stresin. Rituali, shkruaj një synim dhe lexoje me zë, fushia e fjalës të jep energji. Dieta e ditës, fibrat janë qelësi. Salatë me rukola, fasule dhe limon për pastrim. Shmang, ushqimet pikante dhe pijet me shumë sheqer. Demi. Dashuria, dita sjell më shumë stabilitet dhe intimitet. Puna, angazhim i madh, por rezultatet do vinë ngadalë. Paratë, një investim i vogël mund të sjellë përfitime. Shëndeti, kujdes me tensionin. Merr frymthell para çdo vendimi. Rituali, medito 5 minuta me një qiri jeshil për qetësi. Demi. Dieta e ditës, një mëngjes me bollgur, fruta të freskëta dhe arra. Shmang, bukën e bardhë dhe ushqimet e skuqura. Binjakt. Dashuria, komunikimi është qelësi i jepi hapësirë partnerit. Puna, një bashkëpunim i ri është në horizont. Paratë, kohë e mirë për të rishikuar buxhetin. Shëndeti, lodhja mendore kërkon pushim. Rituali, shkruaj 3 gjëra për të cilat je mirënjohës. Dieta e ditës, smothje me spinash, banane dhe fara liri për energji. Shmang, kafe në tepërt dhe çokolladat me sheqer të shtuar. Gaforja. Dashuria, emocione të forta dhe pasion, por shmang xhelozin. Puna, një propozim i rëndësishëm mund të vijë. Paratë, mundësi për rritje të ardhurave. Shëndeti, kujdes me tretjen. Ha ngadalë dhe në qetësi. Rituali, pije ujë me limon në mëngjes për pastrim energjetik. Dieta e ditës, supë me perime dhe pak oriz. E ngrohtë dhe e lehtë për stomakun. Shmang, qumshtin e lopës dhe ushqimet me shumë yndyrë. Luani. Dashuria, dita më romantike e javës për ty. Shfrytëzoje. Puna, marrëveshje të reja që sjellin përfitime afatgjata. Paratë, rritje financiare në horizont. Shëndeti, je plot energji, bëj diçka kreative. Rituali, shiko veten në pasqyrë dhe thuaj një afirmim pozitiv. Dieta e ditës, sallat me avokado, domate dhe fara chia. Shmang, mishrat e përpunuar dhe pijet energjike. Virgjëresha. Dashuria, disa sqarime janë të domosdoshme për qetësi. Puna, mos lejo detajet të stresojnë. Fokuso në thelb. Paratë, dita e mirë për të kursyer. Shëndeti, flini më herët sot, trupi yt ka nevojë për pushim. Rituali, një banjë me krip deti pastron negativitetin. Dieta e ditës, pjata me qiqra, spinash dhe pak hudhër për pastrim dhe energji. Shmang, ushqimet me konservues dhe sheqerna artificial. Peshorja. Dashuria, dita sjell harmoni dhe lidhje të thella. Puna, rritje profesionale nëpërmjet diplomacisë. Paratë, kontrollo detajet për të shmangur gabime. Shëndeti, rrethohu me bukuri dhe qetësi për të mbajtur balancën. Rituali, vendos një trëndafil në shtëpi për dashuri dhe fat. Dieta e ditës, lëng jeshil në mëngjes dhe darkë me peshk dhe limon. Shmang, ushqimet shumë të kripura dhe pijet me gaz. Akrepi. Dashuria, dita sjell zgjime emocionale dhe ndjenja të thella. Puna, koha për të ndërmarrë një hap të guximshëm. Paratë, mos i beso çdo kujt me investime. Shëndeti, kujdes me gjumin, organizo rutinën e natës. Rituali, vendos një gur ametist në xhep për mbrojtje. Dieta e ditës, avokado, ves të zjera dhe një gotë ujë me limoneso. Shmang, alkoolin dhe mishin e kusht të rënd. Shigjetari. Dashuria, emocione pozitive dhe dëshirë për aventura. Puna, një udhëtim pune mund të sjellë mundësi. Paratë, dita për të nisur një projekt fitimprurës. Shëndeti, ecje në natyrë do të rrisë energjinë. Rituali, bëj një dëshirë dhe hidhe në ujë të rrjedhshëm. Dieta e ditës, perime të pjekura dhe kos i lehtë me faralini.
Shmang, ushqimet pikante dhe pije me kafein pas diteve. Britsjapi. Dashuria, tregohu më i butë, partneri ka nevojë për afeksion. Puna, projekte të reja me sukses në afat të gjatë. Paratë, dita e duhur për vendime të mëdha financiare. Shëndeti, mos injoro sinjalet e trupit, dëgjo veten. Rituali, vendos një deg dafine në portofol për bollët. Dieta e ditës, bukë integrale me domate, vaj ulliri dhe djathë të butë. Shmang, ushqimet e gatshme dhe sheqernat e fshehura. Ujori. Dashuria, një miqësi mund të shëndërohet në diçka më shumë. Puna, idetë tua janë origjinale, thuaj me zë të lartë. Paratë, shpenzime të papritura, por të menaxhueshme. Shëndeti, shpërqendrimi mund të ndikojë, bëj pushime të shkurtra. Rituali, pi një çaj livandoje për qetësi dhe qartësi. Dieta e ditës, sallatë me quinoa, kastravec dhe majdanos për freski. Shmang, ushqimet e rënda në darkë dhe pijet me shumë aditiv. Peshqit. Dashuria, ëndrat mund të bëhen realitet, beso në ndjenja. Puna, frymëzimi është në kulm, shëno çdo ide. Paratë, dita e mirë për të analizuar të ardhurat dhe shpenzimet. Shëndeti, uji dhe meditim do të ndihmojnë shumë sot. Rituali, vizato një simbol të vogël që përfaqëson ëndrrën tënde dhe ruaje. Dieta e ditës, supë me kungull, karrot dhe pak xhenxhefil. Ideale për tretje. Shmang, kombinimet e shumta ushqimore dhe produktet e skuqura. Këshill për të gjitha shenjat. Pini të paktën një 5-2 litra ujë sot. Shtoni çajra natyral si livando, kamomil, mente ose xhenxhefil. Hani më ngadalë dhe me vetëdije, trupi ka nevojë për ritëm të qetë. Shenjat me më shumë fat sot. Luani, peshorja, shigjetari. Faleminderit që qëndruat me mua deri në fund. Nëse ju pëlqeu horoskopi dhe këshillat e sotme, mos harroni të abonoheni në kanalin tim, të lini një like si shenjë mbështetjeje, dhe ta shpërndani me miqtë tuaj që edhe ata të marrin energjinë pozitive të vijeve. Na presin ditë të tjera me dritë, shëndet dhe dashuri. Shihemi nesër me vije të reja.